Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Po fillojmë emisionin Fjala dhe Faktet në kuadër të Hisari Online. Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me emisionin Fjala dhe Faktet e Hisari Online. Sonte kam mësafir Hamdi Bytyqin, ish kandidat për kryetar të komunës nga Lëvizja Vetëvendosje dhe aktualisht drejtor i IAAP Skënder Luarasi në Sorik. Zoti Bytyqi, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se gjeta edhe përgëzime për këtë ambient kaq të mirë, punë të barë, emër interesant. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për jush për ftesën. Besoj se do na shkon mirë. Është një emër të cilin kreatori i këtij emri ka qenë vetë themeluesi i këtij portali Kora Belshani. Zoti Bytyqi, opinioni ju njeh për një aktivist në fushën e arsimit më shumë, por kohëve të fundit keni qenë më tepër i kyçur edhe në politikë, një paralelizëm kështu. A mund të na përshkruani pak ose a mund të elaborani pak profilin tuaj për shikuesit tanë? Ndoshta po nisem prej fillimit, i lindun në fshatin Semetisht, pjesën ndërmuese e tjetër domosdoshmë deri vitet e 90-ta kam jetuar në Semetisht. Shkollën fillore Nikosisht Semetisht, edhe pastaj kemi pas fatin që vetëm po them fatin kështu klasën e tjetër kemi kryer në Kostersh për shkak të mungesës hapësirës. Gjimnazin, shkollën e mesme Jeta e Re në drejtim të biologjisë, e pastaj prej biologjisë kemi bën një kapërcim, kam studiuar drejtimin e makinerisë, dështisë të profilin e termoteknikës. Prej vitit 91, do të thotë jam pjesë aktive e arsimit, punoj në arsim. Për shkak të kushte më ka desh që ndoshta shpeshherë më ndrua profesionet sepse ekzistenca ose mbijetesa ka bënë, kështu që për mua nuk është më qenë diçka urdhë se them që për një kohë 3 vjeçare kam punuar si bujk. Pastaj mas luftës kam punuar edhe si instalues i keramika për mbijetu sepse jeta sfida dhe pastaj pjesën tjetër kam pas fatin që ta themeloj një firmë time, instalues i ngrohtë qendrore që deri para 5 vite do të thotë kam bërë barën kryesore, do thash pjesën tjetër të barës së bartin ndjem të mi si trashëgimi të firmës. Kjo është pika shkurta e pjesa e jetës me të cilën më do faqu, po pjesa ndërmuese e jetës time ka qenë në arsim, pastaj në vitin 2009 jemi kyç në politikë, ndoshta them pa ditë se po kyç në politikë. Në atë kohë kam qenë edhe asamblest prej AK-s 4 vite. Kështu që për një moment e gjeta vetëm politikë. Okej, në aktiviteti politik ndonjëherë edhe imponohet edhe për shkak të rrethanave dhe për shkak të dëshirës për me ndryshu në të mirë të shoqërisë sonë. Ku ka qenë Hamdi Bytyqi në këtë aspekt gjatë karrierës tij politike? Ndoshta kisha me përkufizu vetën si kur me një farforë në tojsa si arrogant politik. Pse e them këto? Çdo herë qasja ime ose ndërhyja ime në politik, në pjesën aktive ka qenë në ndryshimin e situatës. Do të thotë fillimin 2009, në atë kohë kur do të thotë qeverinë e morë Ibrahim Kuçi, do të thotë ka qenë një punë aktive që kemi bërë për me ndryshu gjendjen politike. Pastaj aja pjesa 4 vjeçare me një farforme ndoshta kam qenë politike edhe shumë pasiv, sepse nëse them edhe këto që merrna 4 vite asamblesë, mund të them një herë ose 2 herë kam marrë fjalën në asamble. Kjo është diçka që më thonë një pasivizim total politik, vetëm sa më thonë që jam politik. Ndërsa pjesën tjetër të aktivitetit ka qenë vitet para viteve 17 kur kemi punu një grup bukur i madh për punën ose për ndryshimin e gjendjes politike prapë, dhe në atë kohë e kemi punu ose kemi ndihmuar që pushtet vije balimarrimi. Do të thotë çdo herë ai aktiviteti i ngjeshëm i politik ka qenë në ndryshimin e gjendjes politike, sepse mendoj që ka njerë të ndryshimet janë shneshme politike edhe për qytetëri edhe për gjitha aspektet tjera. Me që përmenet Balimar Rejman,
ata e kam pas edhe në Musafir në emisionin tonë, dhe pyetja pa evitueshme ka qenë për te çfarë ndodhi që Hamdi Bityçi, një prej aktivistëve ose dora djathtë e Bali Muharremi deri vitet e fundit, ishte me te, çfarë ndodhi që u largua Hamdi Bityçi. Ai dha një përgjigje do të thosha pak a shumë diplomatike. A mund ta zbarni ju arsyeën pse kaluat pastaj në vetëvendosje, derisa ju keni bërë një punë të madhe, sidomos nga viti 2017 e këndej për Aleancën për Armërinë e Kosovës? Gjithë aktivitetin të cilin kemi zhvilluar, absolutisht nuk jam pishman për asgjë. Mendoj që kanë qenë vitet që është punu, edhe normal edhe kryetari Bali Muharremi një si punëtor i madh, si menaxher i mirë. Mandati i parë dhe i dytë do të thotë, mendoj për mua ka qenë një pjesë e mirë e kohës edhe respekt për punën, jo vetëm të kryetarit, por edhe gjithë stafit që kemi pas, sepse kemi pas një bashkëpunim tepër të mirë. Mirë po, sikur se u krijua një farë komfori, edhe mendoj që në politikë komforat janë të rrezikshme. Sikur se u shput prej sepse jo vetëm unë, po nëse nalim me analizu ose nëse dim dhe më thonë vetë, jo vetëm unë që kam pas shputje prej politikës, po flas prej AK-s, po ka pas shputje edhe sekretari tjetër organizativ, sepse kemi qenë 2 sekretarë degë, unë edhe Idris Selimaj. Sikur se nuk kishte konsulta për proceset mbi çka më të tjerë. Unë mendoj që çdo e plitet, një mandat është pak, po 2 mjaftueshëm, 1 tretë është shumë. Sepse krijohet një farreti i ngushtë i njerëzve politike dhe sigurisht se pastaj plitet vetëm për interesat e tyre të ngushta, nuk shihen gjonat pak më larg. Nuk kemi pas diçka në aspektin domethënë kjo ndarja ose largimi absolutisht nuk ka të bëjë me interesa personale, absolutisht edhe ne thamë nuk ka të bëjë me interesa personale, po ka të bëjë me qasjen e udhëheqjes se si unë e shoh të rëndën të armën ose si e shoh një udhëheqje të armën. Kur jemi te politika, ju keni kandidu edhe për kryetar të komunës së Suarekës nga lëvizja vetëvendosje. Ndonse nuk arritët që të fitoni zgjedhjet, megjithatë ju patët një ngritje. Si e komentoni këtë? Ka qenë një ofertë sinqertë, do të thotë mas shputjes prej pjesës tjetër, ka qenë një ofertë sinqertë prej vetë kryeministrit Albin Kurti, po edhe prej strukturave degës këtu. Mendoj që nuk ka shtrit ajo çka kemi pretenduar, mirë, po ka qenë një periudhë e shkurtër, për një periudhë mujore, do të thotë ka qenë pamundur të vënë mrekulli. Megjithatë nuk e ndi vetin keq për vetvete, sepse në aspektin politik edhe zhvillimin politikës i kuptoj gjonat, por ndoshta ndi vetin keq për diçka tjetër që ata aktivistat, entuziast nuk u mujt më tepër mi ngrit. Mirë, po megjithatë, mendoj që ka pas një ngritje, sepse nëse llogarit në përqindje, dikon 35% ka pas ngritje partia, krahasim me vitet e kaluara. Dhe kjo ka qenë kogje sfidë, për mua sidomos sfidë, e them edhe me sinqeritet plot, sepse ta kesh përballë një koleg përballë që me vitet tona ke punu bashkë dhe pastaj të përballesh me to për gjona politike është pak e vështirë, unë e kuptoj në këtë aspekt dhe më do të më bëj sinqert. Mirë, por nuk jam pishman, mendoj që është faza fillestare, fillimi, vazhdojmë ato tje. Paralelisht ju vazhdoni të punoni edhe në fushën e arsimit dhe aktualisht jeni drejtori i IAAP-s, Skënderluar Rasi. Si e gjetët këtë shkollë dhe me çfarë sfida u ballafaqohat, kur kihet parasysh se kohëve të fundit ka pas investime kapitale në këtë shkollë dhe atë kryesisht që kanë qenë donacione më tepër për qoftë i Bashkimit Evropian apo për qarqeve tjera ndërkombëtare. Ndoshta pikërisht pse vi për lëmiz biznesi, sepse kam edhe një biznes personal timin, ka qenë ndimisa më e madhe që më ka dhënë favor se si është një shkollë profesionale.
Pastaj, ndihmësia tjetër ka qenë sepse me vite tëra kemi qenë disa trajnime që i ka organizu një motër e nderit, Johanna Schwaberika në Vjenë, Austri, dhe atje kemi pasë si funksionon një shkollë profesionale. Qëllimi i shkolla profesionale është ndërlidhja me tregun e punës. T'ju falendru bashkëpunimit madh me bizneset që kemi pas, kemi nisë këtë diçka ndryshe, do të thotë kemi gjetë ndryshe, kemi fillu diçka ndryshe, ndoshta sa për humor, s'po them humor, po është diçka reale që si ka fillu. Kemi qenë duke rregullu disa dyrë t'jashtme të borit, edhe nxënësat duke saldu, tash unë atë lëmije njeh shumë mirë, edhe isha në një moment duke mësu nxënësve se si saldohet, por në atë moment kishte ardhur një organizatë e huaj që kishte bën një vizitë në Prizren, shkollën e mesme profesionale të Prizrenit, edhe ishte dalë aty me pa në soarek se çka ka. Ka qenë Luxdev, domethënë ka qenë një farë Daniele Tasaluka, ka qenë si përfaqësues kryesor i asaj organizate, më që është ndërlidhje me arsim profesional, edhe mu drejtu më fal, më duhet drejtori. Unë ashtu si isha u qova shkum zyres bashku, ulëm, po bisedojme, po ta vonohet drejtori, thash e ki përballë. Tha, po çka ishe do bëj? Thash ty mësu të saldu. Nesër ta me ardhë me lidhje një memorandum bashkëpunimit me Luxdevin, në mënyrë që na me fillu me bashkëpunu. Ai ka qenë piknisje. Jo vetëm për Luxdevit, që investimet kanë qenë dikun me 100.000 euro. Pastaj kemi pas një bashkëpunim shumë të ngushtë me Allet 2, një organizatë tjetër, që është ndërlidhur me arsim profesional, edhe aty investimet kanë qenë bukur të mëdha. Përveç investimeve të këtyre organizatave të cilat janë lidhur drejt për drejt me arsim profesional dhe me Ministrinë e Arsimit, kemi pasur donacione private prej firmës Gebrit Çarek, këto 2 vite kemi pasur donacione nga 20.000 euro. Dhe sikurse filloi diçka pastaj shumë e madhe, normal nuk do të më harru se kemi pasur bashkëpunimin e mirë edhe me komunën atë kohë, edhe me dekanën e arsimit, edhe gjetëm një gjuhë përbashkët, edhe mendoj që u mri kulmi sepse nëse llogaritet total, pa llogarit këtë investimin e fundit tash për eficiencë në shkollë aty, do të thotë e afrohet investime rreth 1 milion euro, domethënë investime pak prek buxhet komunës së shtetit. Në çfarë lëmim atë për keni investuar? Në infrastrukturë? Kryesisht jo, në infrastrukturë do të thotë jo, sepse infrastruktura i përket komunës, ndërsa investimet kryesisht kanë qenë pajisje konkrete për realizimin e praktikës profesionale. Dhe falat të investime sot, për shembull, kemi të gjitha laboratorët të cilat janë të pajisura sa i përket profileve, të nis prej kabinetit automekanikës, kabinetit të instaluesve elektrik, të instaluesve nxehtësisë qendrore, të mos flas që kemi sot dikon 7 klasë pajisje me kompjuterat, që secili nxënës ka kompjuterin e vet, të drejtimet IT-s, pastaj të rrobashëpsia e kemi kabinetin pajisur mirë. Kështu që janë kryer kushtet tepër të mira që më kryen praktika do të thotë shkollë vendin e punës. Do të kthejmë pak edhe politikës edhe një herë për t'i ballafaqur pikërisht me pozicionin tuaj edhe si drejtori i kësaj shkolle. Me që ju keni kalu, ndoshta po bëhet gati një vit që keni kalu në vetvendosje dhe pushtetin e ka AKE në Soarek. S'paku perceptimi apo narracioni është krijuar i tillë që çaja parti që është në pushtet, në komunë apo kudo qoftë, po i çon njerëzit e vet në udhëheqjet e institucioneve. Ka pas fërkime rreth pozicionit tanë pasi keni kaluar në vetvendosje, po e kërkoj sinqeritetin e juaj. Sinqerisht nuk e marr me atë pjesë, sepse, për ta thënë në mënyrën më të sinqertë, punën nuk e bëj pse e plet një ta zom një kryetar se diçka, e nisi obligim, e bëj pse duhet me bë, sepse jam shumë i vetëdijshëm që në momentin kur nuk je aty, fillon diçka tjetër. Nuk e kam këtë problem, në mënyrë më sinqertë edhe nesër po të larguam për atij pozicioni, do të thotë. Domethënë nuk keni pas ndonjë fërkim kështu? Nuk kemi pas absolutisht jo, sepse tek e fundit kjo është kontratë që është dhe me periudhë caktuar,
Pastaj unë i këshyri pozicionet e mia, do të thotë, a jam vlen me vazhdu apo jo. Të bëhemi sinqert, sikur se ja thash, një mandat është pak 2 mjaftueshëm 3 shumë, po flas edhe për veti sepse e kam vetëm mandatin e dytë si drejtor, kështu që mandati i tretë me ne që është i tepërt, pavarësisht a ka vullnet që dashdohet mandati ime apo jo, po unë personalisht tham që mandati i tretë është i tepërt sepse duhet lirohet hapësirë që të mendohet ndryshe. Okej. Ju keni punu shumë me motrën Johana, ka shpallë qytetare e nderit e komunës së Suarekës, edhe vetë në bisedë sipër e theksuat e potencuat emrin e saj. A mund pak të na i sqaroni ato raportet e juja që keni pas me to, për arsye se keni pas një bashkëpunim të ngushtë, jo vetëm në investime që ka bërë në shkolla, por edhe në kuptimin miqësor. Pak kalojnë emocion kur flas për to, sepse e kam pas mike personale shtëpisë. Tash të drejtën sa që ka qenë vizitë Kosovë, do të thotë e kam pas mike personale në shtëpi, edhe kam qenë i obligueshëm me shku mi marr motrat, hallat, gjitha me qenë prezent aty, dhe më qatë që kemi qenë lidha e ngushtë familjare. Para se me folë për ta, unë përmendoj që Suareka pak ka bërë për ta. Shumë pak, sepse unë personalisht e di se sa e ka bërë për Suareka, sa ka investu për Suareka. Flitet dikon 2 milion euro. Kalojnë shifrat, edhe më shumë. Mund mi të përmend disa. Për shembull investimet në shkollën e Budakovës, shkollën e Muhlanit. Mos flas shkollën aty të na që i kalojnë miliona vetëm shkollën tonë që ka investu. Pastaj shkollën e Kosovës që shumë interesant se si ka ardhur deri te shkolla aty. E kam pas në shtëpi Shkollën e Nishorit. Shkollën e Nishorit, po. E kisha në shtëpi në vizitë edhe shpreh dëshirë me dalë me shku në fshat, pastaj me shku në atë pjesën tjetër, ishëm në fshat aty te vllazit, vizitë, po ata ka mundësi me vazhdu me shkum aty tjetër. Shkum edhe rastisht unë dërgohet te shkolla, ka qenë ajo shkolla vjetër në atë kohë. Edhe unë tregoj tash pikërisht këtu kum kryu në shkollën klasën e 8. Edhe momente ku i tham kështu, thet urgjent do të më shku në komunë, më kthy në komunë se kam punë. Unë nuk e di pse. Edhe kur më athu ka qenë Salia Sani kryetari. Aja kishte punë donacion për shkollën e Leshanit. Edhe decidivisht ju drejtu në atë kohë Salita. Këto mjete shkojnë vetëm për shkollë Nishorit, sepse ashtu më ka thënë mo djali jam. Tha djali jam e ka kryer shkollën atje dhe ishte një shkollë në gjendje tron shumë, këto mjete vetëm për shkollë Nishorit i dedikoj. Unë nuk pak kryetarin atë kohë Me ndryshu. Me ndryshu mirë, po jo, ishte kategorik. Ose këtu, ose fare. Kështu që ka qenë aty. Do të thotë, përveç tjerash, ka ndihmu shumë familjet nevojë. Unë kam qenë vizit, sepse e ka vdek me 2 korrik, 2024, dërsa datëlindjen e ka me 17 mars. Kam qenë vizit para se me vdek me 17 mars për ditëlindjen e saj, sepse vetëm kam pas njëri që është në gjendje traunë shëndetësore. Pastaj kam qenë edhe për Varrim, kemi qenë në delegacion edhe për komunës, po kam qenë për Varrim. Do me dalë kjo sepse po do me tregu diçka që sa ka qenë e përkushtuar ja për Pikërisht desha ta bëj një pyetje lidhur me këtë. Unë kam një informacion se ju kur keni shku në varrimin e saj, një grup prej Suarekës, keni marrë një zarf me një porosi. Këtu deshta me dalë. A mund ta bësh publike këtë? Aja pritja ka qenë fenomenale, diçka që vërtet na pritën tepër mirë, sepse u shfaqsuan për ata për kërkesat e saj, sepse ajo ka kërkuar edhe varrimi i saj të bëhet Kosovë, domethënë ata në arsyetim sepse ligjet e Vatikanit nuk e lejojnë, do të më boros këtu në borë të kishës, dhe e shtrum pastaj një lloj dreke për neve, edhe aja mota kryesore e nderit, para se me fillu dreken, e ofroi një zarf tek unë, dhe po thotë, kjo është për ju, edhe është amaneti i fundit i motrës Johon që ka lënë që pare që ka pas të rezervuar në bank, mi tërhek edhe me avdhuru juve për nxënësat e shkollës teknike. Ka qenë diçka e jashtëzakonshme, do një vlerë bukur e madhe. Pastaj i kemi ndarë ato pare, disa mjete kanë qenë për nxënësat e shkollës tonë, disa mjete për nxënësat e shkollës profesionale në Qirok. Do të thotë edhe këtu ka shku. Është diçka që rallë kush e bën. Për ata thash në fillim që
Po mendoj që si Suarek pak kemi bërë për ta që Megjithatë, Suareka ka shpallë qytetaren po deri qytetaren deri, po nuk diskutohet, pastaj një rrugë dikun atje. Një rrugë ka emrin e saj. Rajon, po megjithatë mendoj që ka hapësirë ende për. E kuptoj emocionin e juaj zoti Bitkyçi. Po dalim pak me një temë tjetër, me qenë se që në fillim, për e hapëm programin ju patët një farë qasje ma tepër të karakterit sportiv, një farë pasionit, sportit. Nuk ta tregova edhe një profesion. Po? Që ja preferoj çdo kujt me përjetu. Po? Profesionin e gjyshit. Gjyshit, kurime. Kurime. Okej. Ju jeni marrë edhe me aktivitete kulturore, keni qenë një kohë regjisor, dramash e tjera, po edhe me sport. Mas pare duhet të dalë të sporti. Si ndodhe që ekipi basketbollit e Semetisht të në ligën e parë? Ndodhe ka njëra që mendojit. është interesante. Pa të investu usajdi Amerikan në atë kohë me një fush sportive të betonit aty në fshat. Pastaj vullneti i trive, edhe më kujtohet shumë interesant, atë pjesë të koshave, atë pjesë metalike të koshave, kemi shku me kërkali, kemi marrë në Prizren. Qa që ka qenë vullneti i madhë. Edhe lindi ideja, a bëjmë një grupë basketbolli, një ekip basketbolli. Shumë interesant se pjesa e jo në fshati, sidomos njët për djemë të zhvillum, djemë në masi bukur të nërë. Edhe në ndërkohë pastaj, po ditë në atë kohë, ka qenë vitet e 95-ta, gjendje jo e letë, gjendje jo e mirë, dhe filloj, ishte një garë për Umajt në Gjakov, për pjesëmarrje, pastaj ligën, Superligën, më ligën e Kosovës. Edhe ne patëm fatin atë kohë të takohemi me Gjakovën, e fituam, pastaj Dugazhinin e mujt e mirë, po megjithatë hinëm ligë të parë. Edhe është histori basketbollit që si fshat, dhe me thonë, për herë të parë ka ndodhur si basketbollit, ta kemi një ekip basketbollit. E kemi pas trajnerët në Djerin Afrim Berishan, ka punuar në stacion të autobusëve. Tërsa na fshatarë, djemë fshatit. I zhvillum disa lojë, ma shumë humë pëse sa fitum, megjithatë ishte mirë, po ishte sfidë sepse lojët i zhvillojnë në Bellenis, në sallën e basketbollit atje, herë shkoni me traktor, herë në kom, ka qenë mirë, ka qenë shumë interesant. Kjo është historia sportit, para luftës, përkatësisht gjatë sundimit të egër të Miloševićit. Diçka që më mend sepse vetëm në shtrimet në atë kohë më kujtohet kur i manim ishin pjesëmarrës më thon lirisht 200 dhe 303 aktiv. Pjesëmarrës vetëm më thon në aktivitet. Ndërsa sot problemi kemi bë 5 vetë me lojë basketbollit. Po. Okej, po te kultura kam fjalën. Nuk e di. Edhe këtu ndoshta rastësisht jam futur tom, por diçka që më ka flenë shpirt. Jam nis prej pasionit sigurisht. Prej pasionit për nxitjes të disa nxënësve në shkollë, pastaj ka kaluar në diçka këj tjetër, edhe në atë kohë e formuam teatrin e ëndrave, edhe fillum me aktivitete, fillum me gara, fillum edhe me pjesëmarrje në gara. Kanë qenë 2 projekte që vërtet kanë bërë bujë në atë kohë. Doktor Selimi edhe të lloji për një qopletër. Me projektin të lloji për një qopletër kemi qenë pjesëmarrës në festivalin e Fushë Kosovës në patronatin e kryetarit komunës Zoge, nëse s'gaboj mbi emrin. Edhe aty kemi zënë vendin e parë. Ka qenë diçka, një projektim që ndoshta sot e kam parasysh kur Fadil Hysaj, regjisori, Tari Hysaj, pastaj ka qenë Kastriot Saqipi, edhe gjatë prezantimit të pozicion në vendin e parë, 2-3 ato, i zonëm 2 vende. Aktori më i mirë atëherë u shpall Baransidiu, edhe shfaqja më e mirë u shpall shfaqja jonë, domethënë të lloji për një qopletër që Regjini Kshabone. Ende më kulmon në vesh ai zoni ka qenë një vajzë, Valentina Ndrecaj. Nëse s'gaboj që i ka agjës përqim Ndrecës, një vajzë që e lujke rolin e një shërptore, po
o dush ke me fol me atë pjesën TTT, që dhe një 3 muaj ditë pas shfaqjes, pastaj mbete e fjala TTT. Edhe në momentin kur Fadil Hysa po thotë, sepse na ishim këtë amater, edhe nxënësit, edhe aktorët, edhe unë. Këtë tjerë, më shfaqje tjera, morën pjesë me aktor profesionista dhe me regjisor profesionista. Ju ishit këtë amater. Amater. Bëmi sinqert, na shkumë sa për pjesëmarrje edhe del ku del. Edhe tash Fadil Hysa po thotë, para se me prezentu vendin e parë, po thotë, e kam vetëm një fjali. Amaturizmi ja ka le profesionizmit. Edhe shfaqja më e mirë thotë është lloji për supletër e Suarekës, na ka mbajt publikun kon dikun beso, po them 10 minuta. Edhe sot më kolmona e zoni Valentina Andajsa thotë, unë jam njeri më i lumtur në botë. Tash, akoma mirë se sa një re, një nxënës e re do të jetë e lumtur me punën e vet, me aktivitetin e vet. Kënaqësi është kjo kur njeri aq më tepër që tu dha rasti edhe në emisionin tonë që ti përjetoni disa emocione. Kthehemi në kull. Po, pikërisht të qëllimi i emisionit është pak a shumë i tillë që gjërat e kaluara, të bukura të rifreskojmë për gjeneratat e reja. Zoti Bytyqi, faleminderit që ishit në emisionin tonë edhe ishte kënaqësi që ju kishim. Faleminderit shumë për ftesën dhe punë të bardhë dhe mendoj që Suarekës i ka mungu diçka të tillë. Besoj që po përpiqemi ta kjo ka plotësojmë. gjetë njëri në dur sepse pension për disa njerëz nuk ka. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishim me ish kandidatin për kryetar të komunës nga lëvizja vetëvendosje zotin Hamdi Bytyqi në emisionin tonë Fjala dhe Faktet e Hisarit Online. Faleminderit për kohën që ndatë për ne.